Çmimi i naftës sot pas dite, 24 orë më pas nga pas dita e djeshme kur pati atë kolpën e madhe, nuk ka ndryshuar, një diferencë 1-2 lek në disa pika edhe kaq. Lajmi i ditës sot është që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka vendosur që të hedhë në treg një sasi enorme, më e madhe në histori, prej 400 milion fuqish, për të përballuar krizën, për të ndikuar në çmime, për të rikthyer qëndrueshmërinë, madje dhe ulje. Do të përdor rezervën strategjike. Dëgjoni, rezervën strategjike të saj. Sot, patjetër që ka edhe një lajm nga qeveria, nuk është i ri, sepse gjatë këtyre 3 ditëve qeveria ka qenë aktive sa i takon monitorimit të tregut dhe një lloj komunikimi vendosur me operatorët në treg. Ministra sot paralajmëroi që në rast se do të has abuzime në treg, do të rikthehemi tek praktika e bordit transparencës për çmimet e hidrokarbureve. Okej, shumë mirë. Por unë mendoj që nuk mjafton, sepse problemi ynë nuk është monitorimi, problemi ynë është modeli i tregut që kemi. Kompanitë detyrohen që të kenë rezerva strategjike, dhe askush nuk po flet për to. Kompanitë është fakt, i kanë depozitat plot. Dhe askush nuk referon se sa është gjendja e naftës në depozita dhe kur është krijuar kjo depozit, me çfarë çmimesh është bler kjo naftë. Ndërkohë që në krahun tjetër modeli i tregut që ne kemi sot është disfavorizues për të bler naftë me çmim të mirë, nga jashtë deri këtu brenda. Sepse kompanitë e kanë humbur, e kanë lëshuar të drejtën për importuar për të bler naftë në bursë, e blen tek një broker. Ai blen në bursë dhe ka avantazhin e blerjeve 10 ditore, 30 ditore, 3 mujore, 6 mujore, dhe efektin e çmimit të mirë që vjen prej tyre, pra blerjeve në avans, siç quhet. Ndërkohë kompanitë depozitojnë naftën e brokerit në depozitat e tyre, por pa çmim. Çmimi i blerjes dhe çmimi i shitjes del në momentin që kompanitë nxjerrin nga depozitat e tyre naftën që duhet të çojnë në pompë, duke humbur çdo lloj avantazhi. Madje edhe avantazhin e logjikës FIFO, pra sasia hyrë më parë dele para, me çmimin me të cilin është depozituar apo bler kohë përpara. Jo me këtë tanishmë. Thënë këtë, duhet shëmbur ky model tregu. Ky është problemi. Ndaj duhet shëmbur, me qëllim që të fitojmë avantazhet që kemi nga blerjet në avans. Do e mos, e në krahun tjetër duhet të rikthehemi tek rezerva strategjike e shtetit një herë në radhë të parë dhe pastaj tek rezerva e detyrueshme strategjike e vetë kompanive, e vetë operatorëve, e cila edhe kur del në treg nuk mund të dalë me çmimin e bursës atë ditë kur është krijuar 3, 6, një vit më parë. Duhet ta shëmbim këtë model tregu me qëllim që largojmë tutje këtë kapitalizmin ku i vetmi që fiton është operatori dhe asnjëherë qytetari.